nuk është e rëndësishme funksionon apo nuk funksionon. Por shoqëria jonë u vendos përpara një debati publik për diskutuar bashkohet apo jo opozita. Deri para kësaj, ishte situata ku u hot Molotov, po Molotovi ishte i skaduar. Dhe, le themi, partia opozitare më e madhe në vend ja dilte të bënte protesta mbi pritshmërinë e politikës, le themi, e ditës, me numra, po nga ana tjetër prodhonte detaje të panevojshme politike. Fjala vjen, u arrestuan kaq, 2 janë tek filan komisariat, 2 janë tek filan komisariat, Molotovi ka skaduar, po nuk ka skaduar, dhe nuk të mbetej asnjë ngjarje politike. Nga ana tjetër, i ndodhur në këtë mungesë të diskutimit mbi një ide, tentohet që protestat kalojnë në të dhunshme. Pra për të prodhuar protesta ngjarje në vetvete, jo për të prodhuar ngjarje politike apo ide politike të cilat do ta le të themi zmadhojnë protestën. Dhe unë mendoj që kalimi në akte të cilat janë të dhunshme është momenti tjetër kritik i tentativës së opozitës për të fituar legjitimitet, sepse një i jep arsye pushtetit, le të themi, të përdor dhunën mbrapsht. Pra nëse ka gardist, nëse ka polic, nëse ka burokratë të cilët janë kundër, edhe ata kundër Ramës, në momentin ku ti të përdor dhunë, atëherë automatikisht ai është i detyruar të përgjigjet dhe të friksohet për pozitat e veta dhe duke u rreshtuar me Ramën, duke thënë që këta dhe me Ramën po mundohen të më marrin dhe mua. Do shkojmë konkretisht edhe tek raporti pozit-opozit. Por do të duhet të shkojmë në ndërprerje publicitare dhe ndaj të dashur shikues pas kësaj parashtrese në një bazë më të gjerë të gjithë shkaje ka të bëj me atë që Albani me të drejtë e quajti eufemizëm dhe ku gjendemi në tërë këtë realitet. Do shkojmë në ndërprerje publicitare për t'ju ftuar të qëndroni me mua dhe me të ftuarit e mi në drejtë, sepse do të kemi në vijim pastaj sipas këndvështrimit të secilit prej tyre dhe qasjen konkrete ndaj dukurive dhe shfaqjeve reale në mjedisin politik shqiptar. Publicitet dhe kthehemi.